Ka mbetur edhe fatfat e fundit që kanë bëjnë me agjerimin e disa prej llojeve apo kategorive të njerëzve. Në radhë është fatfaja e Shejh Abdulaziz bin Bazit, Allahu mëshiroft, kur është pyet ka thonë kërkojnë prej teje një fatfa ose me shqyrtu punën e atyre njerëzve cilët punojnë në shkretore, po ku shkrijen nxehet, hekuri, qeliku, ashtu më radhë, si mi avo atë në Ramazan, a i lejo me prish agjerimin me prish Ramazanin apo do të me agjeru gjithsesi. Edhe ajo është përgjigj ka thonë, ne themi që esenca dhe origjina është që agjerimi Ramazanit është obligim. Edhe njeriu duhet që gjatë natës me bën niyet. Po çdo musliman i cili ngarkohet me obligimin e agjerimit Ramazanit duhet me bën niyet gjatë natës që ka me agjeru ditën e të nesërmës. Në ditën e të nesërmës. Edhe këta thot duhet me bë para se me hi agimi. Që në mënyrë që kur hin agimi, ai do të me ka në agjerush. Për kësaj thot bëm përjashtim vetëm ata që shariati ja ka lehtësu. Mos më qu ose mos me hi sabahi duke qenë agjerushëm. E ata thonë janë të smutit, udhëtarët edhe ata që i vinë në kuptimin e tyre. Tjerë çdo kush mbi cilët bie agjerimi e ka obligim me bën niyet gjatë natës agjerimin, edhe më quajë agjerushëm. Kurse sa i përket ato punëtore, që bojnë punë të rana, punë vështira, edhe ata hyjnë në mesin e këtyre që ngarkohen me obligueshmërinë e agjerimit Ramazanit. Thotë nuk hyjnë ata në kuptimin e të smutëve apo udhëtarëve. Kështu që thotë ata e kanë obligim natën me bën niyet me agjeru nesërmën. E kanë obligim me bën niyet natën që nesërmën më shku agjerushëm. E thot pastaj e fillojnë ditën e agjerushëm e nëse ju vështirësohet agjerimi edhe detyrohen me prish agjerimin gjatë ditës apo shkak punës vështirë, rrezikohet jeta e tyre apo shëndeti i tyre, atëherë thotë ju lejohet me prish agjerimin në mënyrë që me largu këtë vështirësi. Edhe thot pastaj han edhe pin vetëm aq sa shpëton jetën e tina apo shpëton shëndetin e tina, jo më shumë. Jo pastaj mund të shunësh edhe në pinë. E pastaj thot duhet me mbet agjerushëm deri në fund ditës. Duhet me mbet agjerushëm deri në fund ditës. Thotë ai i cili nuk përballet me këtë vështirësi, ai i cili nuk detyrohet me prish agjerimin, ai do të më vazhdo agjerimin deri në fund ditës. Thotë këtë fatfa e kërkojnë argumente shariatike për i Kur'anit edhe për i Sunetit. Po gjithashtu në këtë aludojnë fjalët e dietarëve, verifikues të dietarëve që janë hulumtues në këtë fe, thotë edhe dietarët e gjitha mëdhëheve kanë thonë këtë fatfa. Mirë po thotë udhëheqësit e muslimanëve, kryetari kështu me radhë, duhet që të kenë kujdes për njerëzit në mënyrë që punët cilat janë vështira mi kry ose të rana mi kry gjatë Ramazanit, siç është thot puna për cilën jam pyetur gjatë pyetjes pra me punën shkretore e kështu me radhë, do të kenë kujdes edhe të shqyrtojnë mundësinë që këtyre njerëzve ja u lehtësu punën. Pra për shembull, të ndan që me ja caktu me punu ditën, me punu gjatë natës. Kurse ditën me agjeru, kurse gjatë natës me punu. Apo thot orët e punës me shpërnda në mënyrë drejtë, mënyrë barabartë mes punëtorëve, në mënyrë që secili prej tyre me pas mundësi me agjeru edhe me punu. Pra mos me ja vështirësu nëse është e mundshme, mos me ja vështirësu aty në agjerimin e as punë. Mirë po secili prej tyre me caktu një orë caktuar, orë caktuar, në mënyrë që edhe puna me qenë e vazhdueshme, edhe agjerimi me mujt mu kry prej muslimanëve. Kurse thot, këto gjatë pyetjes ka ardhur dhe një shtesë ka thonë që disa njerëz po dhajnë fatfa dhe po ja lehtësojnë njerëzve që i kryjnë këto punë të vështira me prish agjerimin. E shehu po thotë që kjo fatfa, cilën e ke sjellë gjatë pyetjes, do thotë e ka dhënë njerëz individa të caktuar me ijtihadin e tyre. Thotë edhe ata, do thotë inshallah shpërblejnë për ijtihadin e tyre, mirë po thotë atyre ju kanë humbë edhe si s'kanë qenë kujdesur ndaj kushteve
cilat i kanë përmend dietarët. Prej kushteve cilat i kanë përmend dietarët e çdo mëdhëbi. Po kur i lejohet njeriu i cili ka vështirësi apo do thotë rrezikohet jeta e tij apo shëndeti i tij me prish agjërimin edhe kur nuk i lejohet. Edhe pastaj e bëni do në fund thotë e lutim Allahun që gjithëve me na dhon sukses për në hajër. Fetvaja tjetër është një fetva që ka drejtuar komisionit për hershëm për fetva, thotë një burr, një burrë ka një vajzë e cila i ka 13 vjet. Thotë ajo i ka ndalë cikli menstrual para se me hyjë muaji Ramazan. Edhe ky baba thotë e ka urnu vajzën e tij me agjëru. Mirë po thotë fiziku i saj ka qenë i dot. Edhe ka ardhur vështirë me agjëru. Kështu që në fund Ramazanit, fund muajit thotë e ka prish agjërimin. S'ka mujt me shty, me vazhdu agjërimin deri në fund Ramazanit për shkak të dobësisë saj. Thotë këto ditë cilat i ka prish, a duhet me i bë kaza apo bjen kazaja prej saj për arsye se ajo është e dobët dhe nuk ka mundësi me agjëru. A këta një përgjigj ka thonë, përderisa kjo vajzë ka hyrë moshën e madhore, para se me hyjë muaji Ramazanit, po ka ardhur një prej shenjave të moshës madhore, që është cikli menstrual, atëherë thotë ajo e ka obligim me agjëru Ramazanit. Pra agjërimi Ramazanit është obligim për të. Kurse ato ditë thotë cilat i kalon pa agjëru, duke u bazuar në pamundësinë edhe dobësinë e saj, pra për shkak se fiziku i saj dhe shëndeti i saj ka qenë i dobët, ato ditë thotë nuk bin prej saj. Ajo gjithsesi duhet mi bë kaza ato ditë, mirë po thotë kur ka mundësi. I bën kaza kur të është e fortë fizikisht dhe kur ka mundësi. Thotë Allah subhanahu wa taala kështu ka thonë: "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra", ai që është smur apo është në udhtim, ai do të ato ditë që i lën për shkak të smundjes apo udhëtimit pa agjëruar do të mi bë kaza jashtë Ramazanit. Pyetja tjetër i ka drejtuar shejkhut Abdullah ibn Abdurrahman al-Babutain, Allahu mëshiroft, që ka thënë ai lejohet nëse një personit ose një njeriu të vjedhë diçka për pasurisë tina, edhe nuk ka mundësi me kthy atë pasuri veç se me prish agjërimin, ai lejohet këtë rast me prish agjërimin. Ai ka thënë nëse për shembull banorët një vendit ju vjedhën delet. Pra kjo ka qenë një fatva pak më e mëshme, por njerëz kur si kapital apo pasuri kryesore kanë pas delet e kështu me radhë, ose kafshë tjera shtëpiake, thotë nëse atyre u vjedhën delet apo disa kafshë tjera dhe nuk kanë mundësi mi kthy ato, pra me nxan hajnin edhe mi kthy pasurinë e vjedhur veç se duhet të prish agjërimin, thotë këtë rast lejohet me prish agjërimin. Pyetja tjetër i ka drejtuar Shejh Fauzanit, Allah e rujt, ka thonë a bëhet qiyas, analogji me gruan shtatzën, e cila friksohet për shëndetin e fëmijës saj, nëse vazhdon agjërimin, a bëhet qiyas në analogji edhe një person i cili duhet me prish agjërimin për me shpëtu tjetrin. Po nuk është personi tjetër në rrezik, dhe nuk ka mundësi me shpëtu ato vetë duhet me prish agjërimin, ai lejohet edhe këtina me prish agjërimin sikur gruas shtatzëne që lejohet me prish agjërimin për me shpëtu ose për me rujt fëmijën e saj. Pra në këtë rast me prish agjërimin edhe me bë kaza edhe me ushqim nga një të varfër për çdo ditë që ose për atë ditë që e ka rënë. Shehu ka thonë po, ai i cili duhet me prish agjërimin për shkak me shpëtu tjetër prej vdekjes, atëherë thotë i lejohet këtë rast me prish agjërimin edhe do thotë me bë kaza dhe me ushqim nga një të varfër ose për gruaja shtatzëne e cila friksohet për fëmijën e saj. Pastaj edhe pyetjet në radhë që ju kanë drejtuar komisionit për hershëm, ka thonë a është provimi i arsyeve sheriatike që me prish agjërimin në Ramazan. Pra aty se thotë janë përhap shumë fetva të disa njerëzve cilët e lejojnë që njeriu nëse ka provim me prish agjërimin në Ramazan. Pra nuk mund të koncentru me mësu mu përshëndru gjatë mësimit tina, edhe friksohet që nëse hem provim mundet me morzu për provimit, atëra i lejohet me prish agjërimin këtë rast. Gjithashtu thotë ai lejohet me u bind prindërve, cilët e urdhnojnë me prish agjërimin, për arsye se thotë ata prindi kanë dëgjuar këto fetva, kanë i për këto fetva dhe urdhnojnë fëmijën e tina të prish agjërimin, edhe mëso në mënyrë që me kalu provimin. Edhe këta thonë kena nevojë që fetvaja me qenë shpejt, për arsye se kjo gjë ka përfshi shumicën e muslimanëve, edhe është do thotë një pyetje urgjente. Është një çështje urgjente. Këta kanë thonë që provimi ose provimet për mësim
edhe gjërat ngjashme këto nuk llogariten edhe nuk konsiderohen si arsye që lejojnë me prish agjërimin gjatë Ramazanit ose gjatë ditës Ramazanit. Edhe në këtë rast gjithashtu nuk lejohet me u bind prindërve nëse ata ty të urdhojnë me prish agjërimin. Për arsye se nuk do të më u bind krijesës duke i bërë mëkat krijuesit. Pra bindja është vetëm në çështjet cilat janë çështje njohura, pra me cilat na ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala. Nëse të urdhon prindi apo ai që është mbi ty kryetari kështu me radhë, ti duhet më u bind atë. Nëse të urdhon kundërtën, pra në haram, atëherë nuk lejohet më u bind. Pra kjo është fatvaja e komisionit përhershëm. Pastaj ne nxënës gjithashtu jam në vitin e 3 të shkollës mesme, edhe do thotë ai provimi përfundimtar i vitit do të jetë në Ramazan, me lejen e Allahut. Ose provimet përgjithësi përfundimtare do të jenë në fund Ramazan. Do të është e njohur që kur fillojnë në fund vitit, edhe sa ato do të vinë bashkë në muajin Ramazan. Do thotë është e ditur që kur fillojnë provimet ato janë pareshur, pa ditë pas dite, thotë edhe unë e di që kur ta xheroj atë duhet pak me pushu, me flajtë kështu me radhë, nuk ka mundësi me mësu për provime. Thotë më lejohet mua që gjatë këtyre ditëve me prish agjërimin edhe pastaj këtu mi bë kaza edhe ditë tjera. Edhe këtij pyetësit ju ka përgjigj ka thonë nuk të lejohet me prish agjërimin për atë që ka përmendur. Bile thotë ki haram, e ki ndaluar me prish agjërimin për shkak provimeve. Për arsye se thotë provimet nuk hyjnë në mesin e arsyeve shariatike që njeriu t'i lejojnë me prish agjërimin gjatë Ramazanit. Edhe një pyetje ngjashme me këtë ju ka bërë Sheikh Salih El-Uthaymin, Muhammad ibn Salih El-Uthaymin Allahu mëshiroft, ka thonë unë jam një grua që rrethanat nuk kanë detyruar me prish agjërimin gjatë Ramazanit. Ato edhe këto rrethanat kanë qenë provimet. Pra provimet kanë filluar bashkë në muajin Ramazan edhe lanë kanë qenë shumë të vështira. Edhe sikur mos ta kisha prish agjërimin, atë nuk kisha pas mundësi me mësu dhe mi kalu këtu provime. Edhe shehu ka thonë, përgjigja për këta është që spari mi adresu apo mi atribu një gjëja rrethanave nuk lejohet në Islam, kjo është gabim. Pa do të më thonë që jam detyruar me prish agjërimin. Jo më thonë që rrethanat unë kanë detyruar me prish agjërimin. Atë kjo nuk lejohet, është gabim. Thotë gjithashtu me prish agjërimin në Ramazan për shkak provime dhe kjo është gabim dhe nuk lejohet. Për arsye se thotë ki mundësi me mësu natën. Po nuk është arsye. Pra ditën mundesh me pushu me flajt, natën me mësu. Pra që thotë provimi nuk është një domosdoshmëri që gjithçysh do të prish agjërimin. Por kështu që do të ke obligim këtë rast mu pendu te Allah subhanahu wa taala për këtë gjuna që e ke bërë. Edhe mi bë kaza këtë ditë, që ti ke lënë pa agjëruar. Për arsye se thotë ti ja ke dhënë një interpretim vetes tone, edhe i ke lënë këto provime për shkak të neglizhencës apo për shkak se nuk e ke ditë se ke ndjeja të rëndësinë e agjërimit muajit Ramazan. E njëjta pyetje ju ka bërë Abdulaziz bin Bazit, Sheikh Abdulaziz bin Bazit Allahu mëshiroft, e njëjta pyetje komplet edhe ka thonë te ke obligim u pendu te Allah subhanahu wa taala për këto ditë që i ke lënë pa agjëruar. Edhe do të më bë kaza këtë. Atë Allah ja pranon pendimin ai që pendohet. Pastaj shehu është i dhënë çështjen e pendimit. Thotë realiteti i pendimit për meselet Allah subhanahu wa taala ti fshin ty. Mëkatet është që ti spari me ndërprej atë gjuna, me praktis atë gjuna, cilin je ke bë, cilin je duke e bë, ose ke bë më herët. Mos me vazhdu me bota. Edhe këto me bë si madhrim ndaj Allah subhanahu wa taala. Edhe si frikë për ndëshkimin tim. Duke madhru Allahun, duke pas frikë për ndeshkimin tina, mi lanë dhe mi praktis me katet e kalim. E dyta thotë është që ti mu pëndu për ato me kate që i ke bërë. Po ndje keqardhje. Mira pishman për ato me kate që i ke bërë të kalume. E treta thotë është me vendos në mënyrë, do thotë me bindje të plot që ti mo nuk më ju kthye aty në mëkat, ose aty mëkatit caktuar. Kjo është thotë nëse mëkati është mes teje mes Allahut. E nëse thotë mëkati është padrejtësi që ja ka bërë dikujt pi njerëzve, pi robët të Allahut, atëherë thotë pendimi plotësohet, ato tri që i përmarrën plotësohet duke ia shtuar të katërtën, duke shumë do thotë ai person me alyp hallalin. Me hallalin për atë padrejtësi që ja ka bërë atina. Allah subhanahu wa taala thotë
wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Pendohuni te Allahu të gjithë ju o besimtar, në mënyrë që të shpëtoni. E Allah subhanahu wa taala gjithashtu thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju që keni besu, pendohuni te Allahu me një pendim të sinqert, me një pendim të pastër. Kurse i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "At-tawbatu tajubbu ma qablaha." Pendimi i fshin ato gjëra që i bën para tij. Kurse në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për hadithin transmeton Buhariu në Sahihun e tij: "Men kana 'indahu li akhihi madlama." Do të ai i cili ja ka bënë padrejtësi vllaut tina min 'irdin aw shay'in falyatahallalhu al-yawm. E ka prek nderin e tina, ose e ka ofendu, ose e ka bëu gibet e kështu me radhë, ose diçka tjetër ngjashme me këto, thotë le t'ia lyp halallin sot. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Do para se të vinë një ditë që nuk ka më bë dobi dinari as dirhemi. Pra, aty nuk ka mundësi që të ia lyp halallin atij duke pagu me parë. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha min hasanatihi bi qadri madlamatihi. Thotë nëse nuk ja lyp halallin edhe ai nuk ja bën halal, thotë atëra ditën e gjykimit, nëse ky ka të mira, vepra të mira, thotë në bazë aq sa është padrejtësia, ka u marrë pi veprave të mira dhe ka u dhënë atij person. Pra atë halallin ka u bën me vepra të mira. As me parë, as me dinar, as me dirham. Fa in lam yakul lahu hasanat, thotë nëse nuk ka vepra të mira, ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alayh. Ata kanë u marrë këqijat, veprat e këqija të atij personit, edhe kanë më vendosur ti personin mbi shpinën e tij apo mbi çapën e tij. Kjo është e fetvaja e Sheikh Abdul Azizit për këtë gjë. Kurse një fetva e ngjashme me këto ka thënë Sheikh Abdul Aziz bin Bazi, Allahu mëshiroft, ka thënë nuk i lejohet kurse se muslimanit i cili është i ngarkuar me agjëru Ramazanin me prish agjërimin e Ramazanit për shkak të provimeve. Për arsye se thotë kjo nuk është për arsyeve shariatike. Përkundrazi thotë, pra nuk është për arsyeve shariatike që e lejojnë to. Përkundrazi thotë ai ka obligim me vazhdu agjërimin e Ramazanit, edhe nëse do mi përsëri pasaj mësimet, edhe vjen vështirë me bë këto gjatë ditës, le ta bëj thotë këto gjatë natës. Le ta bëj gjatë natës. Kurse thotë ata të cilët e kanë përsipër organizimin e provimeve, do që të tregohen butësi dhe mëshirë ndaj nxënësve, në mënyrë që thotë provimet mi caktuar jashtë Ramazanit, jo në kohën e Ramazanit. A kështu thotë i bajnë bashkë mes dy dobive, mes dy të mirave. Një, arrihet dobia e agjërimit, edhe e dyta thotë nxënësat kanë mundësi më shumë, kanë kohë të lirë më shumë u përgatit për provim. Thotë është saksu ke pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë në hadithin që transmeton Muslimi, Sahihun e tina: Allahumma man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihim. O Allah, apo do pejgamberit sallallahu. Ai cili merr përsipër një punë, një çështje, një umetit tim, pra një punë që ka të bëjë me umetin tim, edhe ja u lehtëson aty në. Thotë edhe te lehtësoj atina çështje. Wa man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayh. Dhe ai cili merr përsipër një punë dhe ja vështirëson umetin tim, thotë edhe te vështirësoj atij çështje. Prandaj thotë këshilla ime, edhe porosia ime për ata cilët e kanë përsipër punën e çështjen e provimeve, që tregohen të butë edhe t'ju lehtësojnë nxënësave dhe studentëve punën e provimeve në mënyrë që mos mi caktuar në Ramazan, mirë po mi caktuar para ose pas Ramazanit. Edhe këtu përfundojnë fatvat e dietarëve që kanë bëjnë me agjërimin e llojeve apo kategorive ndryshme të njerëzve. Në derisa e tashme inshallah do të vazhdojmë me fatvat e dietarëve që kanë bëjnë me gjërat që e prishin agjërimin. Po çka e prish agjërimin edhe çka nuk e prish agjërimin. Sidomos ato çështjet apo gjërat e reja që kanë ndalë në kohën tonë, çka prej tyre e prish agjërimin edhe çka nuk e prish agjërimin. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. I vend priparimet në komentim të teminit? Po. Ka kështu për këtë jo? Jo, s'ka për këtë. Të?
A u dalë me komentim që vëdhimi? Po. E pash. Së. Komentimi Sheh Uthejminit është i komentimeve më stërzgjatër që ka bërë. Ka ke dietarët kanë komentuar triparimet, po Sheh Uthejmini e ka zgjat pak më shumë. Është i komentimeve më të mirë. Po ta lejo të bëjmë analizat e gjakut kur jemi agjerueshëm. Kjo mesele kthehet te meselja hijamës. A lejohet me bëu hijamën kur je agjerueshëm apo jo? Ktu kanë mos pajtimin e dietarëve. Disa ka thonë hijami e prish agjerimin, disa ka thonë nuk e prish. Edhe dy grupet kanë argument. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë e ka prish agjerimin ai që e bën hijamën a atij që i bëhet hijamën. Kjo është hadith i saktë. Kurse është hadithi tjetër që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu hijamën kur ka qenë agjerueshëm. Atë qysh me bashkuar së dy hadith. Disa dietarë ka thonë hadithi i parë është i obliguar me dytën, disa ka thonë i dytë i obligohet me të parën. Ashtu më radh, disa ka thonë esenca në fillim ka qenë që është e lejuar, pastaj u ndalu, kurse vërtet është e kundërta. Se në fillim ka qenë e lejuar, pastaj u lehtësu. E kjo është ka hadith për këto pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rakhasa, e ka leju, e ka lehtësu lisaimi el-qubla wal-hijama. Me put gruën e tina edhe me bëj hijama. Kjo ka thënë që vërtet në fillim ka qenë ndaluar, po pastaj u leju. Kështu që hijamja edhe analizat e gjakut nuk e prishin agjerimin. Mirë po që i ke Sheikh Sulejmani, Allah rujt, nëse dikush në vjen neve gjatë ditës të Ramazanit e në thotë jam agjerueshëm dhe kam ndërmend me shku me bë analizat apo me bë hijam. Na i thojnë mos e bë. Mos e bë. Nëse vjen edhe thotë i kum bë analizat apo kum bë hijam gjatë ditës, i thojnë se ke prish agjerimin. A nëse në vjen edhe pyet a bëj thonë ajo mos shkon. Kështu që më shpirti është nëse është mundësia mi bë analizat pas iftarit. Në shku për shkak që ka xhilaf në dietarëve, pam që argumentet e dy parëve janë shumë të forta, mi lani bë analizat e gjakut. Mirë po nëse nuk ka mundësi, do thot pas akşamit. Mirë nëse nuk ka mundësi kurçish mi bë pas akşamit, atëherë bën mi bë inshallah ve gjatë ditës. Aliot lyri abuzën me krahas botës, nëse kemi kujdes dhe nuk na hyn në gojë. Po këto pyetje është për nëse ja xherush. Lejohet inshallah nuk ka problem. Për arsye, po thosë sidomos se njëri kushton kujdes edhe ruhet që mos me dëpërtu diçka në mbrapa. Do thot buz llogaritën prej pjesës jashtme, kështu që inshallah nuk ka problem me